Qeveria pritet të miratoj brenda këtij muaji nismën për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet. Kjo nismë e hartuar nga Ministria e Financave ka mbaruar fazën e konsultimeve dhe tashmë është në fazën finale të miratimit në qeveri. Sipas Ministrisë së Financave, ky projekt ligj do të miratohet në qeveri këtë muaj, ndërsa është mbaruar faza e konsultimeve dhe nisma është pozitive pasi adreson një fenomen që Shqipëria është e rrezikuar, atë të dëmeve nga tërmetet. Më pas drafti do të nënshtrohet diskutimeve në kuvend për detajet dhe hyrje në fuqi të tij. Por sa do të jetë tarifa primi që do të paguajnë familjet shqiptare për të siguruar banesën? Sipas ministrorëve, është ende herët për të thënë shifra. Ajo që është e sigurt që primi apo tarifa që do të vendosen do të jenë të përballueshme nga çdo familje. Mbi të gjitha, këtë proces do ta menaxhojë shteti, pra do të jetë një agjenci shtetërore që merret me të gjithë ecurinë e procesit. Pas tërmetit tragjik të vitit 2019, qeveria ka vendosur që dëmet nga tërmeti si një vend me risk të lartë i përballojë me sigurimin me detyrim të banesave. Çdo familje do të paguajë një tarifë vjetore në rast të dëmeve që do të shkaktojë një tërmet i mundshëm, por çfarë parashikon të mbulohet nga kjo tarifë? Nisma është përfshirë në debate nëse tarifa do të jetë e unifikuar nga veriu në jug. Mbi të gjitha, pse ajo përfshin vetëm dëmet nga tërmetet, kur fatkeqësitë natyrore që prekin vendin janë dhe përmbytjet apo zjarret. Mbi të gjitha, debati më i madh i kësaj nisme është, a duhet jetë me detyrim një sigurim i tillë.